Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi në Shkodër ka hapur ekspozitën retrospektiv kushtuar fotografit të njohur shqiptar-amerikan John Milley. Ekspozita sjell fotografi origjinale të ruajtura prej vitesh nga kuratori i njohur amerikan Howard Greenberg dhe është realizuar fal bashkëpunimit të tij me drejtorin e muzeut Luciano Bedeni. Bedeni bëri të ditur se fotografitë e ekspozuara pritet të mbeten përfundimisht Muzeut Marubi, duke pasuruar fondin e tij me vepra të një prej emrave më të rëndësishëm të fotografisë botërore. I gjithë ky koleksion prej 95 veprash ekspozohet për herën e parë kaq i plot dhe në Muzeun Marubi. Kështu që për ne nuk ishte një moment më të rëndësishëm e më signifikativ për me festuar me të gjithë ju 10 vjetorin e hapjes të Muzeut Marubi. Nga ana e tij, Greenberg vlerësoi punën profesionale të bërë nga muzeu për organizimin dhe prezantimin e ekspozitës me fotot unike të John Milleyt. Kjo ekspozitë që po shihni është ekspozita më e mirë që është bërë John Milleyt dhe për këtë falenderoj drejtorin Luciano. Një falënderim i veçantë shkon për stafin e muzeut, që ka bërë një punë shumë të mirë për instalimin e ekspozitës. Fatmirësisht, disa nga fotografitë që shihni kanë dalë nga kutit ku ruheshin në galerinë time. Për te ndjeshmërisë në fotografimin e John Milleyt, këto janë fotografi origjinale unike. I lindur në Korçë në vitin 1904 dhe i afirmuar në Shtetet e Bashkuara, John Milley u bë i njohur në mbar botën për fotografitë novatore të lëvizjes dhe përdorimin e dritës, duke lënë një trashëgimi të çmuar në historinë e fotografisë moderne.